Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jemi në vazhdim të shpjegimit të kushteve të fjalës La ilaha illallah dhe kemi sqaruar 5 kushte të para të kësaj fjale që kanë qenë dija, bindja, sinqeriteti, vërtetësia, pastaj dashuria dhe kemi arrit në kushtin e 6 që është pranimi. Pranimi do të thotë me pranu ato që aludon kjo fjalë, fjala La ilaha illallah, që adhurimi i takon vetëm Allah subhanahu wa taala, edhe me u distancu nga çdo gjë tjetër që adhurohet përveç Allahut. Dhe pashtu të jesh i kënaqur me këtë. Dhe argument për këtë kusht është fjala Allah subhanahu wa taala, innama kana qawla al-mu'minin idha du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kur thirrën besimtarët për gjykim ndërmjet tyre tek Allah subhanahu wa taala dhe i dërguari i tij, e vetmja fjalë e tyre që thonë është dëgjuam dhe u bindëm. Dhe thëtë Allah të tillë janë ata të shpëtuar. Do thotë ta pranosh atë që aludon kjo fjalë, fjala La ilaha illallah, dhe ta dish se nuk bën dobi kjo fjalë atij personi edhe nëse e din kuptimin e kësaj fjale, ndoshta është edhe i bindur në zemrën e tij në atë që ka aludon kjo. Mirë po, në fund nuk e pranon edhe refuzon. Atëherë kjo fjalë nuk i bën dobi. Andaj ka njerëz të tillë që ndoshta në zemrat e tyre e din kuptimin, edhe e din se kjo fjalë është e vërtetë, mirë për shkak të arrogancës apo mendjemallësisë e refuzojnë. Dhe kështu ata nuk e kanë pranuar këtë fjalë dhe nuk i bën dobi. Pastaj pranimi i kësaj fjale të tauhidit, domosdoshmërisht nënkupton që e pranon fen islame. Të gjithën, me të gjitha ato lajmet dhe dispozitat që gjenden në të Kur'an dhe Sunnet. Dhe nuk lejohet të refuzohet diçka prej kësaj fjale ose prej kësaj fesë. Me lajmet dhe dispozitat që gjenden në të. Pastaj është kushti i 7 është nënshtrimi. Do thotë me u nënshtru tash asaj që nënkupton kjo fjala La ilaha illallah. Në adhurimit të Allahut vetëm dhe dispozitave, se tham, kur ti e pranon këtë fjalë atëherë nënkupton që e ke pranu dispozitat apo legjislacionin që gjenden në këtë fe. Dhe ti nënshtrohesh duke i zbatuar ato, edhe duke besuar se ato janë të vërteta. Dhe argument për këtë është fjala Allah subhanahu wa taala, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa wa ila Allah aqibatu al-umur. Kush ja dorëzon veten Allah subhanahu wa taala, do duke qenë prej atyre që bëjnë vepra dhe punë të mira, ai është i kapur për lidhjen më të sigurt. Kjo lidhje e sigurt është fjala La ilaha illallah. Dhe vetëm tek Allah është përfundimi i të gjitha çështjeve. Do të thotë, ndërlidhja mes kushtit të pranimit edhe nënshtrimit është se nënshtrimi është fryt i pranimit. Ose si dallim mund të themi është se tek pranimi do thonë ti e shfaq edhe me gjuhën tonë që ti po e pranon ajo që po aludon kjo fjalë. Ndërsa me nënshtrim i nënshtrohesh duke zbatu me veprat të gjymtyrëve poshtë, duke i zbatu ato që aludon kjo fjalë. Dhe tham, duke i zbatu dispozitat dhe obligime që Allah subhanahu wa taala i ka sjell për robët e tij. Kjo do thotë ti nënshtrohesh dhe jo vetëm ta pranosh,
edhe pastaj të mos punosh asgjë. Ndërsa mangësi që mund gjinden tek personat në disa obligime që të mos i veprojnë, është gjë tjetër, mirë po të lihen të gjitha, atëherë kupton se nuk ju ke nënshtruar kësaj fjale. Që njëkohësisht do të thotë që edhe nuk e ke pranuar ashtu siç duhet. Andaj kjo është kuptimi i këtij kushti, që ti nënshtrohesh ti me vepra pastaj, pasi e ke pranuar kuptimin e kësaj fjale la ilaha illa Allah. Dhe si kusht i tetë që i shtohet këtyre kushteve është edhe mohimi. Mohimi do thotë mohimi i asaj që adhurohet përveç Allah subhanahu wa taala dhe më u distancu nga ajo. Adhuru Allahun vetëm edhe më u distancu nga çdo gjë që adhurohet përveç Allahut, që është shirk, dhe të distancohesh prej tyre. Allahu në Kur'an thot: "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa la infisama laha." Kush i mohon tagutit, çdo gjë që adhurohet përveç Allahut subhanahu wa taala, ai beson Allah, ai është kapur lidhjen më të fortë. Kjo është kuptimi i fjalës la ilaha illa Allah, cila nuk ka, thot, kaputje. Dhe kështu po i përfundojmë kushtet e kësaj fjalës la ilaha illa Allah, dhe në fund të lutim Allah subhanahu wa taala që të jemi prej atyre që i zbatojnë këto kushte dhe të realizojmë fjalën la ilaha illa Allah ashtu siç kërkohet prej nesh. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.